Në ndërkohë përmendë pak më herët edhe bashkëpunimin me shkolla. Sa e kanë obligim shkollat me u përgjigj? A ka shkolla qoftë për shembull private kur thonë na prindrit I dërgojnë vetë ose diçka ngjashme. A e kanë obligim? Jo, domethënë shkollat janë domosdoshmë një institucion shumë I rëndësishëm, por që na përkrajnë shumë për arsye se aty është mundësia me gjetë fëmijë në mënyrë më të organizuar dhe sigurisht që ne njoftojmë shkollat që kur fillon vaksinimi, para se me fillu, secila shkollë njofton prindit përmes këshillit prindve, dhe realisht pjesë e kësaj fushate do jetë edhe këshilli prindve të shkollave. Për arsye ne kemi qëllimin që çdo debat që bëjmë me qenë të informuar edhe prind. Për arsye se edhe ata prind që nuk I vaksinojnë fëmijët, se shumica e fëmijëve pjesë më të madhe vaksinë marrin para moshës 18 vjeçare dhe duhet me pas pëlqyeshmërinë e prindit. Meqenëse një prind e merr një vendim për fëmijën e vet, a duhet të di që po merr një përgjegjësi shumë madhe. Për shembull, mos me vaksinon fëmijën për një smundje. Ne jemi të interesuar që ata prind që kanë këto dilema, me diskutu me ta, me tregu që na jemi bashkarisht me ta të punu për fëmijët ta, domethënë për aty se nëse për shembull janë 10.000 fëmijë. Hipotetikisht marrin Prishtinë me marr vaksinë, e 9.000 e marrin. Ku është interesi pse se marrin 1.000? Se na kemi më pak pacienta. Po për ne është interesi që se ajo vaksinë mbron. Dhe qëllimi është që sa më shumë fëmijë që marrin vaksinë, kemi pas më pak smundje për kësaj smundje. Prandaj kjo është arsye pse na bëjmë presion. Se s'kem na domthonjë se nuk rifundohet, nuk rimbursohet vaksina, që mund të sa të marrësh vaksina, po mjete. Po qëllimi është që na sa më shumë që japim vaksina, qëllimi është që na krijojmë parakushte që me pas njerëz më të shëndetshëm, s'kem pas fëmijë të edhe kur kemi njerëz të shëndetshëm edhe ekonomia e shtetit është më e mirë. Jo shiqani domthonjë çish është rrit jetëgjatësia për vende perëndimore. Shumë se di 80 vjet, domthonjë 90 vjet njerëzit bojnë aktivitete dhe puna, angazhime të përditshme. Të na si të fillon me dalë pension, me njerë fillon me menu që u plaka dhe s'u me punu kur gjë. Prandaj na duhet me luftu që vaksina është një prej atyre komponentave që përmirëson jetëgjatësinë të njerëzit. Po, e vërtetë. Domethënë jetën më të mirë se nëse ti kalon një 5-6 smundje infektive në moshën fëminore, sigurisht dëmtimi mund të jenë shumë më të madh që ti pastaj me pas shumë probleme shëndetësore kur ti bëj 65 vjet. Prandaj ky është qëllimi ynë dhe përmes shkollave jemi shumë të bëni një punë të mirë, jemi shumë të kënaqur me bashkëpunim. Kemi filluar me shkollat publike njëkohësisht edhe private në fakt, montasht dhe edhe ekipe ka mjaftueshme. Domethënë sigurisht që gjitha shkollat private janë përfshirë në Prishtinë dhe këtë vit do të bëhen dhe sigurisht do të bëjmë debate thash edhe në institucione të tjera, do të bëhen domethënë edhe me këshillin e prindve, edhe me xhamit, edhe me kishat, edhe me institucione të tjera, domethënë që me bën një harmonizim përbashkët që bashkarisht për atyre fushata që kemi bërë përbashkët atilla kanë dhënë rezultate. Ju e dini se na keni përcjellë dhe keni qenë pjesë asaj kampanje që kemi bërë për kancergjit, ka pas shumë efekte, përderisa gjatë gjithë muajit ty të bën 100-150 më shumë të mamografinë tetor ka 800 bëjnë. Se si debatojsh, si ti informosh njerëzit drejt, njerëzit marrin shërbimin dhe fillojnë me rrit besueshmërinë ndaj institucioneve. Dhe sa më I pranishëm informacioni aq më I lartë motivi. Nëse ju do të bëni përgjigjje në vërejtjet e tyre, ata rrisin besueshmërinë te ju. Nëse ju hezitoni thu pse më përgjigj një kur 1.000 e ka marrë vaksinë, po një ka hezitim pse më përgjigj se një është, atëherë njerëzit fillojnë me rrit çfarë dyshim, sa I flet që mos më përgjigj kurkush, edhe rritet dyshim prandaj ne kemi obligim çdo person që ka dyshime më ju përgjigj atina. Domethënë më dhon rekomandimet profesionale, domethënë me cilat ai bindet që domethënë është rruga e drejtë me vaksinu për shkak për fëmijët. Edhe është përgjegjësi sidomos.